Ana Kola është një ish futbolliste që ka dalë dhe ka luajtur me sukses për ekipin e Juban Danjës, me pas edhe për Mulanën dhe skuadrat e tjera. Ka përfunduar studimet në universitet për edukimin fizik dhe tashmë sapo është licencuar si trajnere me licencën UEFA C. Urime Ana. Faleminderit. Pra një karrierë që unë thash me herët se vjen në rritje deri te ky moment, se duket se do t'ju shërbej për vazhdimsinë. Po, jam shumë e lumtur që kam qu pajisa me diplomën e UEFA C. Shpresoj që nesër pas nesër me keni mundësia jemja që me u fut në tregun e punës edhe me stërvit moshat edhe me arrit diku. Si shkoj kursi? E pritet me emocion, ndoqet me vëmendje? Kursi ka shku shumë mirë, sidomos me thënë drejtën ditët e para ishin pak ma të vështira për ne, po tu mësu, tu ambientu edhe me profesor Stavrin, edhe me kolegët aty, Adin, ka shku shumë mirë. Jena kanë shumë bashkëpunus, komunikus. Jeni pasur në procesin edhe teori edhe praktike? Edhe teorinë edhe praktik, po për fat moti i keq, për fat keq na ka pengu pak të pjesa praktikës, por që e kena kry mirë mrena. Si ish futbolliste, por edhe si tashmë e diplomuar në edukimin fizik, patjetër edhe kjo licencë e kompleton atë CV-n tuaj për të pasur objektivat e tjera. Një plus më shumë. Dhe ku mendoni më tepër që do të përshëndroni tek Jubani apo tek Vllaznia si trajnere? Në zemër është Jubani, të ditë se aty jena rritë dhe jena formu vetë, ajo është fiksionimi. Natyrisht që presidenti Ferdinand Jaku ka dhënë një kontribut të madh për gjitha vajzat, por edhe për formimin tuaj, por edhe Vllaznia thatë ka një pjesë zemër tek Vllaznia. Po, normal. Po gjithmonë pika kryesore është aty ku jena formu dhe jena rrit vetë. Ana, urime për licencën dhe sukses në vazhdimsi. Faleminderit.